Përmendja e shpeshtë e Allahut. Përmendja e Allahut është një nga adhurimet më të lehta për muslimanin, pasi ai mund ta përmendë Allahun në çdo kohë dhe në çdo gjendje. Në këmbë, ulur apo i shtrirë, duke ndenjur, duke ecur, duke punuar apo gjatë adhurimeve të ndryshme. Njëkohësisht, dhikri është ndër veprat më të dashura tek Allahu i lartësuar. Dhikri bëhet me gjuhë, duke përmendur Allahun dhe duke ju lutur atij, si edhe me zemër, duke medituar në madhështinë e Allahut dhe në krijesat e tij. Në shumë ajete kuranore dhe në hadithet profetit alayhis salam, besimtarëve u kërkohet vazhdimisht që ta përmendin Allahun, jo vetëm ta përmendin, por ta përmendin atë shumë, ta përmendin atë në mënyrë të shpeshtë. Kërkesa që ky adhurim të kryhet me kaq shpeshtësi, nuk haset në asnjë adhurim tjetër. Allahu i lartësuar thot: "Dhe përmendeni Allahun shumë që të shpëtoni." Surja Anfal 45. Nuk ka dyshim se për muslimanët dhe muslimanet, dhe për ata që përmendin Allahun shumë, Allahu ka përgatitur falje dhe shpërblim të madh. Surja Ahzab 35. O ju që keni besuar, përmendni Allahun shumë dhe madhërojeni atë në mëngjes e në mbrëmje. Surja Ahzab 41-42. Dietari i madh Ibn Qayyimi ka përmendur mbi 70 dobi të dhikrit dhe ndër të tjera thot: Allahu ka urdhëruar për dhikr të shumt për shkak të nevojës së madhe që njeriu ka për të, pasi ai nuk mund të bëj pa të, as sa hape mbyll syt. Çdo moment që njeriu kalon pa e përmendur Allahun e lartësuar është kundër tij dhe jo në dobitë e tij. Hasan Basri ka thënë: kërkojeni ëmbëlsinë në 3 gjëra, në namaz, në dhikr dhe në leximin e Kuranit. Nëse e gjeni, mirë, nëse jo, atëherë dijeni se dera është e mbyllur. Si të jemi prej atyre që përmendim Allahun shumë? A kërkohet nga ne të bëjmë dhikr gjatë gjithë kohës? Mujahid ibn Jabr, prej dietarëve të spikatur të tefsirit, ka thënë: njeriu nuk mund të jetë prej atyre që e përmendin Allahun shumë derisa ta përmend Allahun në çdo gjendje, në këmbë, ulur dhe i shtrirë. Imam Ibn Salah është pyetur se kur mund të konsiderohet dikush prej atyre që e përmendin Allahun shumë, dhe ai u përgjigj: nëse ai u përmbahet rregullisht të dhikreve të transmetuara dhe të sakta, në mëngjes dhe në mbrëmje, në kohë dhe rrethana të ndryshme, ditën dhe natën, ai do të jetë prej atyre që e përmendin Allahun shumë. Abdullah bin Busr, radiallahu anhuma, tregon se një burr i tha profetit alayhis salam: O i dërguari i Allahut, rregullat e Islamit janë bërë të shumta për mua, ndaj më trego diçka pas të cilës të mbahem fort. Profeti alayhis salam i tha: le të jetë gjuha jote gjithmonë e njom me përmendjen e Allahut. Gjuha e njom nga dhikri është ajo gjuhë që e përmend Allahun vazhdimisht, në gëzime, në hidherim, gjatë punës e gjatë pushimit, ditën e natën. Është ajo gjuhë që nuk pushon kurrë së kujtuari Allahun në çdo gjendje. Lutim Allahun të na bëjë prej atyre që e përmendin atë shpesh.